jam një motër besimtare, 40 e sa vjeçare, dhe sapo jam diagnostifikuar me kancer në gji. A mund të them se kjo është një ndëshkim nga Allahu, sepse terapia është shumë e vështirë dhe nuk më kanë dhënë shumë shpresë se do të dalë mirë. E para mos i ngjo ata njerëz që thonë s'ka shpresë. Shpresa është tek Allahu dhe shpresa nuk vdes kurrë. Ne që jemi besimtarë, besojmë se Zoti është mbi gjithçka në të gjitha kuptimet e fjalës, të drejtë për drejta dhe të tërthorta të fjalës, Allahu është mbi gjithçka. Për këtë arsye asnjëherë besimtari nuk duhet ta humbi shpresën. Besimtari nuk duhet ta humbi shpresën. Ai që e lejoi të zhvillohet një sëmundje e tillë, është i plotfuqishëm ta ndalojë, është i plotfuqishëm ta çmontojë. Kështu që shpresa nga Zoti kurrë, e para. E dyta gjë, ajo që unë do të këshilloja është, ose ajo që do të thosha është, pavarësisht se në mendjen e njerëzve kanceri konsiderohet diçka e rëndë, e vështirë, ku dëgjon etj etj, unë mendoj se është një lloj mëshire prej Allahut për robët e tij. Po ta analizosh me drejtësi, e kupton që është mëshira e Allahut për besimtarin. Kush prej nesh përgatitet se do të vdesi? Kush prej nesh përgatitet se do të vdesi? Gjithë secili thotë do të fejoj kalamojt, do të fejoj nipat e mbesat, do të bëj shpinë, do të bëj këtë, jam të marrë dhe tokat, të bëj dokumentat e tokës, e ku dëgjon etj etj. Dhe vdes njeriu dhe as fare nuk ka qenë në hesabet e tij vdekja. Kanceri paralemron Allahu. Ke edhe 50 jetë robi, ke edhe 4, ke edhe 3, ke edhe 2, ke edhe 6 muaj, ke edhe 1 muaj. I ke të gjitha mundësitë me u përgatit, me u bë gati, me u pendu, me u kthy Kuranit, me u kthy namazit natës, me u bë insan min el muttaqin. Çfarë është problemi? Problemi, kancer. Iku gjysmë, nëse ka pas përjetuar edhe 10 vjet, ikën 5, vetëm kur merr vesh që është kancer. Pse? Ku është problemi? Problemi është se jemi të lidhur shumë me këtë botë. Problemi është se, domethënë, shpresa jonë në botën tjetër dhe besimi jonë në botën tjetër nuk është i betonuar mirë. Pra po ta lexosh mirë, është mëshirë prej Allahut. Çdo sëmundje që ty thuhet, ej, prej kësaj ke vdekjen, është mëshirë prej Allahut, është mirësi prej Allahut. T'jep Allahu mundësinë me la borxhe, t'jep Allahu mundësinë me kërku Allahlikun, t'jep Allahu mundësinë me i taku njerëzit, t'jep Allahu mundësinë me fal namaz natë, me lexu Kur'an, e me bë dhikr derisa të bllokohesh. Ndërkohë që mund të ndodh kjo gjëja dhe ti s'ke bas një nga këto gjërat. Kështu që, domethënë, nuk duhen parë gjërat kaq shumë negative. Jo po familja, po fëmijët, apo si do i leje, çish do i leje. Allahu. Leja Allahut. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë, inna Allah idha studia shay'an hafidhahu. Nëse Allahut i lihet amanet diçka, Zoti e ruan. Thuaj Allah, ti e shef që unë jam i dobët dhe merr informacionin. O Allah, ti loj amanet ty, fëmijët, pasunin, gjithçka, ti loj amanet ty, o Allah. Ti kumlon ty o amanet, o Allah. Miruj. Si tha Haxherja, ku po na lej, tha Ibrahimi, alayhi salam. I tha këtu. Tha Allahu të ka urdhnu, tha po. Ik tha se s'na humb Allahu. Nuk na humb Allah. Përderisa Allahu të ka thonë lej këtu në mes shkretirës, ik. Dhe iku Ibrahimi alayhi salatu selam. Dhe Haxherja se çau kokën fare, hiç. Kështu që shpresa jo, me u humb. Sepse këto lloj sëmundjesh, kur ti humb shpresën, i ke dhënë ushqim. E dyta me bë sebepet, gjitha sebepet. Konsultohu. Ka shumë raste që këto sëmundje të kancerit gjihet me çardim, janë shëru, kanë kaluar me sukses të gjitha. E treta gjë, një sebeb më shumë për të kthyer tek Allahu xhella xhelalu. Namazit natës,
dhikrit, leximit Kuranit, sadakas, halallikut njerëzve, shkruajtjes testamentit, lënies amaneteve, subhanallahu.